Artur Selimaj, një emër i njohur në policinë e shtetit për detyra të rëndësishme që ka mbajtur, por edhe për korrektësinë dhe pastërtinë e figurës, drejton tashmë në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Selimaj është zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë rrugore, si dhe shef i sektorit të sigurisë rrugore. Me një përvojë të madhe në drejtim nga drejtuesi i lartë në policitë e qarqeve dhe në drejtim të komisariateve, Artur Selimaj ka drejtuar thuajse në të gjithë vendin, nga Vlora në Elbasan, Dibër dhe Fier. Gjatë një interviste të dhënë këtë të njëjtë për televizionin 6+1 Vlora, Artur Selimaj tha se detyra e zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë rrugore dhe ajo e shefit të sektorit të sigurisë rrugore e impenjojnë atë për të bërë më të mirën, ashtu si kundër ka bërë deri më sot në detyrat që janë besuar. Kuptohet që është një detyrë me ato impenjimet e veta, si gjitha detyrat e tjera, unë e kam marrë seriozisht këtë dhe dua që gjithçka ta organizoj dhe ta bëj për një performancë më të mirë, më të lartë, më të qëndësishme, duke qenë se tani vjen dhe sezoni veror. Selimaj flet edhe për masat e marra për sezonin turistik të këtij viti. Masat janë marrë, shpresojmë që edhe ky vit të shkojë më mirë se sa viti që shkoi. Masat janë marrë të plota, kështu që të shpresojmë për më mirë. Ulja e numrit të aksidenteve automobilistike dhe menaxhimi i zonave që do të kenë një fluks të lartë të trafikut do të jenë prioritetet e këtij viti për të bërë më mirë se viti 2024, thekson Selimaj. Prioritet ulja e numrit të aksidenteve. Patjetër që ulja e numrit të aksidenteve, por edhe menaxhimi i zonave që do kenë një fluks të lartë trafiku, sepse kemi disa zona të cilat kanë një fluks të lartë trafiku që duhen menaxhuar më mirë se sa vitet që shkoj. Si zonat që do të kenë një vëmendje të lartë dhe monitorim e vëzhgim të vazhdueshëm gjatë sezonit turistik të këtij viti në qarkun e Vlorës, sipas numrit 2 të drejtorisë së përgjithshme të policisë rrugore, Artur Selimaj, do të jenë Lungomare në Vlorë, Himara dhe Ksamili. Po këtu në Vlorë kemi kryesisht zonën e Lungomares edhe pjesën e Himarës edhe të zonën e Ksamilit. Drejtoria e përgjithshme e policisë rrugore ka hartuar planin e masave për sezonin turistik të këtij viti, ku në fokus do të jenë segmente dakse rrugore me fluks të lartë.